vreshti rritet, toka, thonë enologët, ata me përvojë, do në 200 kushte. Që nga varieteti i rrushit, që nga lloji i tokës, që nga kundërdrejtimi, sa ordrit e ka, Shqipëria ka vend ideal, duke qenë një vend mesdhetar, Shqipëria ka një vend ideal për prodhimin e vreshtarisë. Dhe po patë një vreshtari të mirë, ke edhe një verë të mirë. Ato të keni të trashëguar këtë pjesën e vreshtarisë të prodhimit të verës, apo jo? Sa kohë keni në? Faktikisht, kantina në Rodari në 96 ka marrë spondat e veta për prodhimin e verës. Sigurisht në shishet pakta të limituara. Edhe sot ajo, jo se është një kantin e madhe, është një kantin me shishet limituara. Unë kam një sipërfaqe 5 hektar vresht timin në familjen në Rodari dhe disa kujtali ble aty në zonën time. Nga familja juaja, familje madhe, ne kemi dhe kolegë. Neve kemi aty. është bashkë... Kantina, familja ime ka 5 hektar, po mua nuk më del kjo sasi, kjo që shtrije më tepër. Bler dhe Berati ka një biodiversitet të jashtëzakonshëm për prodhimin e vreshtarisë. Vere kuq apo e bardhë, që është karakteristike? Karakteristike janë verat e bardha, e mpulsi i Beratit, i cili domethënë është një nga varietetet të cilat edhe familjet tona e kanë mbajtur si klon, nuk e kanë si punë sheshit që ta kenë zhdukur. Ja pasaj varietetet e tjera, Debina. Janë edhe rrushët pasaj që i kemi futur neve në bas vitit 90 internacional që janë Meloti, Kapërneti, Sangiovesi, Montepulciano. Të cilat kanë bërë mirë që janë futur, apo ne jo, ato që janë patur më mirë? Faktikisht ne krasë varieteteve të vendit, kemi marrë e varietetet tuaja. Por verat shqiptare duhet të konkurrojmë me, unë jam për të konkurruar me varietetet e vendit. Sepse ndoshta duke pasur edhe një diversitet, ne do kemi edhe turizmin, dhe një turist i huaj do kërkoj një produkt shqiptar. Dhe ai do të shijoj një verë, si të them, pursi Beratit, jo merlot francez, ose merlot italian. Po ja, këtu ka karakteristika se nga njerë verat kanë të njëjtin emër, po ndryshon merloti, po them francez me... Absolutisht po. Sepse ka të bëjnë, kur thash 200 kushte, nuk janë fix 200 kushte, po ka të bëjnë edhe me mënyrën e plerimit, mënyrën se si mbidh. Për shembull, fermat tona janë ferma të vogla, shumë të vogla, dhe nuk kanë arritur dot që vreshtin ta plerojnë, ta kthejnë industri, domethënë ta plerojnë shumë, dhe plerojnë me sasirat pak ta pleri. Kjo ka të bëjë me ekonominë të vetë fermerit. Plus spërkatja shumë e domosdoshme. Për shembull, jashtë shtetit, në Itali dhe në Francë, bën edhe 20 spërkatje. Tek neve mesatariisht, nuk e di në 3-4, 2-3. Varet. Sigurisht jo. Pra sa më shumë spërkatje është më mirë? Absolutisht jo, s'është më mirë. S'është më mirë? Absolutisht, sepse ato japin ngarkesë në verës. Vera që do prodhohet nga një rruqi spërkatur 20 herë, di pavarësisht se janë blerë punë që këto pesticide do mos lënë mbetje. Jashtë, por gjithsesi produkti shqiptar nga ana fitosanitare është më i pastër, me më pak plera kimike. Edhe në këtë aspekt them unë që produkti që del nga kjo verë është... Flasim gjithmonë për produktin e pastër, ku nuk po kalojmë te pjesa që abuzohet e tjera, po flasim për verën e pastër.